Mënyra se si mendja juaj i regjistron kujtimet ose mendimet është nëpërmjet imazheve. Dhe sot do të kërmojmë thellë në mendjen tënde dhe do të u zbulojmë se çfarë imazhi mban rreth lindjes. Përse? Sepse në qoftë se ti në mendjen tënde mban imazhin e një lindje të frikshme, që ti nuk mundesh, është e papërballueshme, atëherë kjo do të jetë ajo se çfarë do ndodh atë ditë. Në mendjen tënde ti e beson dhe e vepron. Ajo çfarë unë dua që të bëni tani është ta pauzoni këtë video dhe të shkarkoni më poshtë një detyrë PDF ku me anë të pyetjeve do të zbuloni se çfarë imazhi të lindjes keni në mendjen tuaj. Dhe në fund të këtij moduli, nëpërmjet teknikës së krijimit të imazhit të lindjes, do të krijojmë mendësinë e duhur. Kjo teknik nuk është vetëm për nënat ose për gratë që kanë lindur më përpara dhe kanë eksperiencë lindje, jo, sepse edhe gratë për herë të parë kanë pamje se si lindja ndodh, nëpërmjet medias ose tregimeve të ndryshme. Por shumica bazohet në pamje të servira në filma, ku ajo çfarë gjithmonë promovohet është frikë, dhimbje, të bërtitura, çarje e ujrave, grye në krevat duke shtyrë bebin pozicionin me korrizë dhe në spital. Kështu që le të fillojmë me pyetjen e parë. Ku ndodh lindja? Ajo çfarë dua që të zbuloj me anë të kësaj pyetjes është ndonjë frikë që ti ke si pasojë e opsioneve që të ofrohen. Por në të njëjtën kohë të sjell ndërgjegjësimin që ke opsione të ndryshme në këtë rast në shtëpi, në ujë ose në spital. Dhe secila prej jush mund të konsiderojë këto opsione në bazë të vendit ku ju jetoni. Në çdo pyetje ju lutem vini re se si mendja juaj reagon dhe çfarë ndjesish keni. Pyetja e dytë, çfarë ndodh? Duat me përshkruash procesin e lindjes, ashtu siç e ke të regjistruar në mendjen tënde, pa e korrigjuar fare. Shenjat e lindjes apo se çfarë ndodh atë ditë. Me anë të kësaj pyetje do të zbuloni se sa informacione keni rreth lindjes dhe të bëni krahasimin në përfundim të kursit. Pyetja e tretë, kush është aty me ty në ditën e lindjes? Dhe një cilësi të çdo personi. Bashorti, mamaja, shoqja, dula, mjeku, mamia. Ka shumë impakt personi që zgjidhni atë ditë. Dhe nuk ke pse të ndjesh në faj nëse nuk dëshiron që mamaja të jetë pjesë ose edhe bashorti. Jam shumë e sigurt që ju e njihni veten tuaj më mirë dhe zgjedhje me kujdes i personi suportues atë ditë ose në këtë rast ekipi suportues ka një impakt në rezultatin e lindjes. Pa merak sepse do të mësoj më shumë për këtë në kapitullin tjetër. Tani duat më përshkruar se si ndodh lindja. Pra, në mënyrë vaginale apo në mënyrë cesariane. Duke përshkruar me disa fjalë pse mendon se ndodh e tillë. Sigurisht që mund të thuash, por unë nuk e kam në dorë këtë gjë. Unë mendoj që e ke. Por çfarë unë dua të kuptosh nëpërmjet kësaj pyetje është se çfarë ti beson që është më e mira dhe e duhura për ty. Dhe e fundit, dua të reflektosh për arsyet që kanë çuar në krijimin e këtij imazhi në mendjen tënde. Pasi ta keni përfunduar si detyrë, ju lutem rilexojeni dhe të kuptosh më thellë se cilin imazh ose çfarë imazhi keni në mendjen tuaj. Në mendjen tuaj ky imazh mund të rezultojë pozitiv ose negativ. Por mos u shqetëso, sepse jo pa dashje e kam sjellë këtë teknikë. Në këto momente ju tashmë jeni e qartë se çfarë fshihet në mendjen tuaj. Dhe pikërisht në këto momente ju mund ta ndryshoni këtë gjë. Që jo vetëm do t'ju ndihmoj të menaxhosh lindjen më mirë, por dhe të kesh një rezultat pozitiv. Riktheu detyrës PDF në përfundim të kursit dhe vini re ndryshimin tek ty. Mos harro ta ndash në një email me mua.